E ftuar në një studio televizive, politikania dhe opinionistja Monika Kryemadhi ka folur hapur për eksperiencën e saj në edicionin e 5 të Big Brother VIP, ku mbajti rolin e analistes së spektaklit. Duke qenë se sezoni sapo ka përfunduar dhe shumë nga marrëdhëniet e krijuara brenda shtëpisë vazhdojnë të komentohen në publik, ajo nuk i shpëtoi pyetjeve pikante mbi çiftet që u formuan gjatë reality show-ut. Një ndër pyetjet më interesante që ju drejtua ishte se cili çift sipas saj do të ndajë i pari pas përfundimit të formatit. Monika Kryemadhi u përgjigj pa hezitim, duke përmendur çiftin Matteo Brikena. Ajo tha se kishte qenë skeptike për marrëdhënien e tyre që në fillim dhe se nuk e kishte ndier kurrë si një lidhje tërësisht të sinqertë. Sipas saj, Matteo e ka parë Brikenën më shumë si pjesë të strategjisë së lojës se sa një ndjenjë reale. Kryemadhi u shpreh se Brikena, ndryshe nga ai, duket se filloi të përfshihej emocionalisht me kalimin e kohës. Ajo shtoi se vetëm pas përfundimit të Big Brother VIP, Brikena mund të ketë kuptuar më qartë natyrën e vërtetë të raportit mes tyre dhe mënyrën se si ishte zhvilluar lidhja brenda shtëpisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.